Rreshje dëbore janë regjistruar që prej orëve të mesditës së djeshme në zonat malore të qarkut Elbasan, pas rënies së ndjeshme të temperaturave. Sipas zyrës së emergjencave civile pranë prefekturës Elbasan, situata paraqitet nën kontroll. Megjithatë, rreshtet kanë sjellë vështirësi në qarkullim dhe ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona. Trashësia e dëborës në aksin rrugor Librash-Furstudën Sebisht ka rritur deri në 8 cm dhe lëvizja bëhet vetëm me zinxhir. Autoritetet kanë bërë thirrje për kujdes gjatë qarkullimit në këtë segment malor, ndërsa njësitë e mirëmbajtjes janë në terren për siguruar kalueshmërinë e rrugës. Ndërkohë në pjesën tjetër të qarkut, rrugët rurale dhe nacionale janë të hapura dhe të kalueshme, pa probleme të theksuara. Probleme janë raportuar edhe në furnizimin me energji elektrike. Një pjesë e qytetit të Cerrikut ka mbetur pa energji për shkak të dëmtimit të fidrit të banjës, po ashtu ndërprerje janë shënuar në njësinë administrative Lunik në Librazh dhe në fshatin Godolesh në Labinot Fush. Ekipet e OSHE-s ndodhen në terren dhe po punojnë për riparimin e defekteve dhe rikthimin e energjisë në zonat e prekura. Autoritetet vendore vijojnë monitorimin e situatës në kohë reale, ndërsa qytetarëve u bëhet apel për kujdes të shtuar sidomos gjatë lëvizjes në zonat e thella malore.